Po të rejtohemi në thellësi të fushës Kosovës. Kemi përshtypjen se po kalojmë një hark triumfi dhe po ecim drejt një bote të re, ku gjendet burimi i gjakut të vërtet arbëror. Po thithim ajrin e pastër të Kosovës së bekuar dhe më pas në breznicë të komunës Vushtri. Një rënkim i zemrës për padrejtësitë e shëmtuara, për krimet politike që kanë kryer kundër shqiptarëve, në çastet kur duam të qajmë për zinë e njerëzisë, njëkohësisht shtrëngohemi të qeshim për lirinë kombëtare të vëllezërve kosovar. Çlirimi dhe pavarësia e Kosovës në historinë tonë kombëtare padyshim formon një ngjarje të lumtur. Në Kosovë njeriu fillon të respirojë qenin e vërtet kombëtare të tij, sheh në mënyrë të qartë se ç'është Shqipëria dhe kombi arbëror. Këtu përqafohet me vëllezërit dhe me mëdheun e dytë dhe me dheun e vërtet. Këtu i ka rrënjët fisi i madh i krasnikëve të Breznicës. Në këtë troje të amshuara, në këtë lugin të pastër dhe të bukur, ka lindur Fasli dhe Sadri Breznica. Përkafimi i vëllezërve tanë të robëruar dhe derdhja lotëve mërkimtare ngjan me një vonesë 9 muajsh, një lodër e çuditshme e fatit. Kosovën e bukur e mbajti larg nesh. Më në fund u hap rruga, mbaroi tragjedia, filloi pelegrinazhi. Kjo rrjedhje nuk bëhej në një vend të huaj, as në një kom fqinj, por ngjante mes dy vëllezërve, në mes të arave, në mes të vatra. Fisi i krasnikëve që banon këtu ka histori të lashtë në këtë troje. Ishin kohët e errta, vitet pas luftës së parë botërore, kur ende ishin të hapura plagët e luftës, skamja dhe varfëria, ignoranca dhe padituria në nësundimin otoman dhe më pas lakmia e të huajve për të glabëruar trojet shqiptare. Kosova përsëri ishte në kthjetrat e serbit, që çdo ditë luftonte për spastrimin e trojeve shqiptare nga shqiptarët për t'i dëgëndisur nga sytë këmbët. Kjo luftë sistematike e nisur më shumë se një shekull më parë dhe pas luftës parë botërore do të intensifikohej. Ky ishte fati i pothuaj gjysmës së trungut të krasnikëve, kur në vitet 1918 të vëllezërit do të ndaheshin me lot për të mos u parë më. Dy vëllezërit e fisit krasniki, Fasliu dhe Sadriu, me prindër të moshuar dhe motrat, do të largoheshin duke ngarkuar në kuaj pak ushqime dhe batanie për të kaluar netët e ftohta rrugës, kush e di se për ku. Ata morën me vete mallin për Breznicën, u larguan për në Anadol, për në Turqi. Por kush ishte fisi i Breznicëve? Këta burra që kanë mbushur oborrin janë pjesa e mbetur këtu, edhe pse në kthjetrat e Shkjaut kanë urojtur krenarin e fisit. Duke kërkuar trullin ku ka lindur dhe prej nga janë larguar Fasli Breznica me të afërmit e tij, u gjendëm në oborrin e familjes Krasniki, ku u takuam me nipër të Fasliut dhe Sadri Breznicës.
Azem Krasniki, nipi i Hoxh Breznicës, ende i njom, studenti 21 vjeçar në Stamboll, që la shokët në auditor dhe rrugët e bukura të Stambollit për të kthyer në luftën e Kosovës të vitit 1999. Në Istanbul, duke studiuar drejtimin islam, teologjin, ka marrë prej atjet në Shqipëri, kemi vendosur në Bajramsur, prej Bajramsurit kemi organizuar dhe jemi ardhur në Kosovë. Së bashku me ushtrim qendrore. Atë ka qenë dikon me 28 nëntor, bash ditën e familjes, ditën e pavarësisë së Shqipërisë. Kur kemi kufinin dhe jemi hinë në Kosovë. Dhe trungu mbetet trung gjithherë. Dhe legjenda, legjendë dhe historia kot flet për legjendën, sepse ajo është legjendë vetë. Dhe kjo familja është legjendë në rrethin e komunës Kastriut. Ky është nipi i Hoxh Breznicës, i cili në kohën e ish Jugosllavisë, do thotë Serbisë së parë, liftoi me Malazezët këtu dhe patron konflikt me ta dhe pa të bërë një dëm të madh serbëve atëherë. Dhe ky tash e trashëgon emrin e Hoxh Breznicës dhe tash do të na prezantohet. Po, unë përndyshem Hajrez emrin, Krasniqi mbi emrin, jam nipi i Hoxh Breznicës. Hoxh Breznica ka pas emrin Hajrez, i cili ka qenë 5 vëllezër. I ka qëndruar përballë shkaut, serbit, dhe në shpirt dhe në mendje gjithherë ka pas shqiptarizmin dhe familjet e tilla adhetare vërtet kanë vujt në kohën e regjimeve të pushtetit okupues serb, por kanë qëndruar dhe sot e kanë respektin në Kosovë në nivelin më të lartë. Për bëma dhe historinë e kësaj familje ka shumë për të folur. Ka dhe këngë për Hoxh Breznicën, që ka mbetur legjendë e këtyre anëve. E nisëm nga mëtërinjtë e fisit, nga trashëgimtarët që ruajnë emrin e fisit Krasniki. Më i vjetri që ka mbetur gjallë, Gjemal Idris Breznica, takohet me mallë me Sadik Breznicën, nga gjaku i tij. E më pas historiani i njohur, Haki Kosumi, do të ndalet me 2 fjalë për vlerat e fisit Krasniqve. Tu është foleja e një shqiponja e cila ka shkuar Foleja e trimave. Foleja e trimave. Dhe dhuna serbe ka qenë permanente, ka qenë e vazhdueshme ndaj shqiptarëve. Dhe unë konsideroj se vetëm shqiptarët i kanë bë ballë një dhunë të tillë të tmerrshme, të padurueshme. Por vendosmëria për të mbrojtur pragun e shtëpisë, për të mbrojtur trojet e të parëve. Të gjithë njerëzit e një gjaku që kishin mbushur oborrin e Krasniqve dhe i pari i fisit Baca tregon ku ka banuar familja e madhe e ndarë për gjysmë nga dhuna serbe në vitin 1918. Tun Breznictoni ka qitë 4 fe. Ka qitë Serbionin, ka qitë Magjupin, e ka qitë Crnagorin edhe Serbian Magjup. 4 fe na i ka qitë tu. Toni na i ka ndonë në licat, na i ka morë të ukat, këna hjek, doar me gjëks, që thuj. Daja em po e tregon në njërë konkrete se ku Fazli Breznica ka pas shpinë, edhe më kisha pas shef që të nga tregoj, krejt ato që adin për Fazlin, për Jahën, për Sadrin, ku e kam pas vend banimin. Ata ku i kanë pas, drejt për mi qatë shpinë që për duke që aty. Me njërë uva asfalti e që shdo ata nën tepër jenë që aty. Që i kanë pas të vetë. Ora e jahës thirët sot aja. Sot dhe ka emnin hala ora e jahës, thirët dhe me thonë e babës të Fazlijës. O borë i jahës, Bori i jahës, Fazlija jahës. vezlindja e Fazlijës. Baba më ka të regu e qysh ka qenë këtu Fazlija jahës dhe në kohën e mëqme kur jenë dalë për Turqi, është dalë e vaj, në atë ku. Po pe atë hershit më lidhja dhe tash mas lufte nuk kemi pasna. Tash mas lufte u konë djali Fazlijës jahës të na, i në 2001 apo 2 nuk jemi sigurt, edhe ato jemi takua petë. Dhe sot këtu valon një qetësi tempulli, sikur e tërë kjo natyrë të mos ketë jetuar tragedinë e viteve fatale, të kaluar brez pas brezi, dhe për ne si vizitor unë gjallë një botë e mrekullueshme ndjenjash dhe mendimesh. Nëna natyrë këtu përfaqëson njeriun për ta tërhequr në gjirin e saj magjistar dhe për të hedhur jashtë një jetë me fuqira të reja dhe me besim të patundshëm.
Këtu respirohet një frym dashurie që rrëben njeriu dhe e shpije në gëzime në çdo vetmohim. E pra, nga këtë troje u nisën 2 djemt e rinj, Fasli dhe Sadri Breznica, me prindrit e moshuar dhe motrat. Për ne është kënaqësi e madhe të jemi në një familje, në një rreth të tillë të respektuar në Kosovë. Është familje që ka gjenerat të largët dhe lidhje të ngushtë me historinë krenare të Kosovës dhe të shqiptarizmit, dhe çdo luftë që është bërë në këto troje, këta kanë qenë në ball të mbrojtjes së trojeve të vendit, dhe edhe në luftën e fundit i janë përgjegj zërit të Atdheut dhe kanë dhënë çdo gjë prej vetvetes për të frymu kjo tokë dhe kjo popullat këtu shqip. Dhe vendosmëria e tyre ka qenë frymëzim për popullatën e rrethit dhe për viset të tjera shqiptare. Paraardhësi i tyre është figurë ndritshme historike. Hoxh Breznica është figurë, por që fatkeqësisht historia jonë ende nuk e ka thonë fjalën e duhur, nuk e ka ndriçuar atë figurë aq të rëndësishme, e cila edhe sot e kësaj dite është shembull i mirë dhe ndriçon hedh dritë dhe rrit dhe ushtron ndikim në krenarin. Dhuna serbe dhe krimet serbe kanë filluar para ardhjes së pushtetit të okupues serb në Kosovë. Qysh në shekullin e 19, në gjysmën e dytë të shekullit të 19, do thot në kohën e luftës ruso-turke në vitin 1875 dhe më vonë, para Kongresit të Berlinit, nga presionet e mëdha, është dëbu një pjesë e madhe e popullatës shqiptare nga Sanxhaku i Nishit. 740 vendbanime të pastra shqiptare janë dëbu mrena disa ditësh. Në mesin e atyre familje, unë konsideroj se është edhe familja të këtë cilët jemi këtu, por është fatkeqësisht edhe janë edhe paraardhësit e familjes time. Ne jemi po ashtu muhaxher në tokën tonë, pashtu quajtur, nga se serbi e ka luajtur lojën edhe para se me instalu pushtetin okupues këtu. Por ka hasur për fat të mirë, si thot popullit e ne këtu në Kosovë, sharra i ka hasur në gozhd serbit dhe nuk ka arritur ta këpus këtë kontinuitet të jetës së një popullate të qëndrueshme shqiptare, heroike, dhe në mesin e atyre të dalluarve që i kanë qëndruar përballë dhe kanë qëndruar vertikalisht ndaj pushtetit të ashpër okupues serb, ka qenë edhe familja e Hoxh Breznicës, edhe shumë familje tjera shqiptare. Me karroca dhe në këmbë, pa buk, rrugtuan me ditë dhe net për në Anadol, Turqi. Atje ku donte serbi, fati i qoj një fshat të largët që quhej Jenikej, ku u martua një nga motrat e Sadri dhe Fasli Breznicës. Pas 6 vitesh familjes kosovare i zjente shpirti dhe zemra për Shqipërinë, dhe ndërsa nuk mund të kthehesh në Kosovë, u vendosën në rrethinat e qytetit Firit, në fshatin e vogël Zhavar. Motra u martua në Ajudin të Turqisë, ku lindi fëmijë dhe një djalë, i cili më vonë do të shquesh në qitje dhe do të merrte famë kombëtare. Më pas, Fetau u bë kryetari i bashkisë së qytetit Jenikaj. Për familjen Breznica filloi një jetë e re. Regjimi i Zogut, si shumë familje të tjera kosovare që u dëbuan nga serbët, i u ofroi ndihmë dhe toka. Duke qenë familje punëtorësh, Fasli dhe Sadri Breznica punuan dhe ngritin ekonominë aq sa dalloheshin myzëqe për pasuritë me shtëpi, bagti, lop e tjera.
Lufta e dytë botërore tronditi shqiptarët, jo vetëm e njerëz që u vranë dhe u zhdukën, por në Shqipëri, si në gjithë lindjen, po frynte era e komunizmit të Stalinit. Shumë familje fisnikësh kosovare të fiseve Gurguri, Morina, Mernica, Prenika, Salku, Krasniqi, Stojku e të tjerë, me histori të vjetra kreshnikësh, të përleshur dhe gjakosur që u vranë me serbët, u pritën me fisikri nga vendasit buzëqar, kudo në rrethinat e Fierit, si dhe në Kavaj, në Durrës, në Lushnje, kudo që qëndruan. Bashkosit që mbajnë mend, edhe pse në ato vitet fëmijërisë tregojnë për familjet e tyre dhe familjen Breznica. Familja Shaban Breznicës, Fazli Breznica, Sali Breznica, njihen që në Kosovë si familje patriotash. Këtë tregon fakti se ne nuk kemi ikur se s'kemi pas në hongër atje. Por të gjithë ata patriotat në atë kohë që kanë qenë luftë me serbët, më vra me serbët, ne jemi largu nga veni i Kosovës, nga veni jonë, nga toka jonë, jo për tjetue, jo për vllavrasje, por direkt për në luftë që kemi marrë pjesë që kemi anë atë kohë. Luftë kundra serbëve, malatezëve, çikatyre. Gjitha familjet kosovare dhe familja Breznicës, bashkëtar me to, kemi brezë, kemi ikur nga Kosova në Turqia, nga Turqia kemi anë Shqipëri, që kishim mundësi me qëndruar atje e me jetu në qenë më mirë. Por kjo familje, si gjitha familjet kosovare që janë atëre, që kishte shpirtin e një patriotit, lindte nga patriotizmi, edhe erën në Shqipërinë e asaj kohë që të njështë malaria, pranu me në mytë malaria, po me vdekë dokën tonë. Në vitin 1924 kemi ardhme nga Deçani i Gjakovës. Mbas nesh ka ardhë familja e këtyre Breznicëve, e cila kishte kaluar nëpërmjet Turqisë, një në Turqi, edhe erdhi në Zhavar, në Fier. Aty ishin familja këtyre dhe familja jonë, edhe një halë këtyre, 3 familje ishin të instaluara në mes një pylli që vetëm qielli me zi dukej. Atëherë, si mas fjalëve që na thoshin plejt. Duke qenë të ndjekur dhe përsekutuar nga serbi, i cilin kema kemes nuk la gje pa berë, nuk mu më vranë 3 gjëgjallartë. Mi vra serbi, një e mbëtër me tim, po kështu edhe këta ndjekur e të përsekutuar nga serbi. Kjo diktaturë e eger, kjo përsekutim i eger, në bashkoj. Pse në bashkoj? Sepse ne ishim patriot. Ta ishim patriot. Për këtë flamur, ata ndoqen e u përsekutuan nga serbi deri sa na instaluar me spyllit. Ne u bëm si një familje e vetme. Ati u bashku. Sa kur kishim dasën, apo në ndodhë në vaki, gjyshja e këtyre Breznicëve vinte me të qelësat e shtëpisë tonë edhe fillon të punën në magje. Për të folur për këta Breznicët, jo pse jemi të një krajinë, jemi patriot. Edhe dihet domethënë që tërheq krapa nga patriotizmi. Por kanë qenë familje e nderuar, e respektuar, bamirësa, të gjendshëm. Persekutimin e parë kanë provuar nga Serbia, nga luftrat, kanë ardhur me një pushkë dhe një boçe varur në atë pushkë, kanë ardhur këtu pleq tonë, njëkohësisht edhe familja Breznica. Persekutimin tjetër, edhe më të madhin dhe më të gjatin, e psuan gjatë diktaturës komuniste. Se ne u bëm tabelqitje.
se ne për fat ishim edhe pak gjatë nga trupi dhe na kapte shpejt e era. E njëkohësisht lufta e klasave nuk bëhesh me njerëz që nuk i njifte kush, po pikrisht bëhesh me njerëz, familje bajraktarësh, familje patriotësh, familje që kishin luftuar kundër regjimit të çeknitëve e të sllave edhe të komunizmit, prandaj u bën dhe tabelqitje. Në atë kohë unë kam qenë i ri, por kam dëgjuar nga pleqet, nga burra që ka qenë burra shqiptare, që kanë folur fjalë më të mira për familjen Brezhnicash. Familje që vinë me prejare të lashta patriotësh. Edhe atë patriotizm e rujtën edhe këtu, për të dalë zotë Shqipërisë nga një rrymë që ishte rryma më e keqe për kombin shqiptar. Ka qenë dhe shumë familje tjera kosovare në zonën tonë. Edhe jam nga familjet komite dhe nga familjet që kanë kundërshtuar të parët regjimin e serbëve edhe që kanë dashur të mbrojnë integritetin kombëtar dhe dinjitetin kombëtar. Edhe kryesisht nga këto familjet më të forta kanë ardhur këtu. Edhe të tërë janë Adem Jashar. Edhe kryesisht kanë ardhur në Fier, si familje Baqinozi, Brezhnica, Selac, Mërnist, për mos fol për familjen tonë, se edhe ajo nga njëjta gjë ka ardhur, edhe kanë qenë nga familjet e forta, ka familje e Kreshnikës që sot atje shkon me kranari kur shkon, se thonë kujta je, edhe me njëherë t'i prezentohesh edhe atje gjen një respekt jashtëzakonshëm. Shqipëria u pushtua nga Italia fashiste. Lufta e dytë botërore mori përmasa në Ballkan dhe në Evropë. Familjet me bindje nacionaliste nuk dinin nga të mbanin, por kosovarët në përgjithësi, midis tyre dhe fisi i Brezhnicës, nuk mund të bashkoheshin me aleancën komuniste të Frontit të Lindjes, që u dhiqej nga Stalini dhe nga serboslavët. Tendensat e nacionalistëve ishin historikisht perëndimi dhe ëndra e tyre ishte për një shtet demokratik, për Shqipërinë e lirë nga kthetrat komuniste. Qëndrimi i tyre pro-perëndimor lidhej me fatin e Shqipërisë dhe të kombit shqiptar, që do të mbetej i coptuar. Fasli Brezhnica do të bashkohej me elitën nacionaliste, me ballin kombëtar, qysh në fillim të luftës kundër pushtuesve dhe së bashku me figurat e njohura si Tevfik Sfiri, Besim Belishova, Rauf Ratari, Bektash Sakran, i u bashkon çetave të ballit kombëtar. Konferenca e Mukjes shënoi ndarjen përfundimtare të idealistëve nga komunistët, që kishin aleancën e fuqishme dhe përgatitën marrjen e pushtetit në duart e tyre. Gjithashtu aleanca komuniste kontrollohej nga emisarët e Titos, me përfaqësuesit e tij në Shqipëri, Miladin Popovicin dhe Dušan Mugoshën. Me parullin e tyre komunistët, lufta kundër pushtuesve të bashkohet me luftën kundër nacionalizmit shqiptar për marrjen e pushtetit me dhunë. Shqipëria në vitet 43-45 përjetoi një luftë civile të vërtet. Fatin e elitës së kombit dhe qindra mijë shqiptarëve e psuan edhe kosovarët, të cilët humbën aspiratat e tyre për një Shqipëri demokratike me Kosovën dhe Çamërinë. Po kjo familje nxori veten e vet në pas se kush ishte. Pse e nxori? Se në mori pushën jo për të luftuar kundër partizanëve të popullit, por për të luftuar bashkëftari me ta trashit kundër gjithë atyre që ishin bashkuar me Miladin Popovicin, me Dušan Mugoshën. Neve patriotizmin përsi edhe këtu e donim. Edhe u futëm në partinë e ballit kombëtar. Kjo na bëri se balli kombëtar ishte balli i kombit. Ishte partia që donte të shlironte të kishte të lirë popullin. Si gjyshi këti janë, Fastia, si Xhaxhahim, Ramadan Stojku, këta ishin të dy ballista edhe leftonin për idetë e tyre. Sliu në burë tha unë nuk punoj për komunizmin, nuk dalë në punë, edhe nuk doli. Nuk ka dalë asnjë ditë.
mbas ardhjes komunizmit, se në kohë zogut nuk është përsekutuar asnjëri, po të gjithë bile kanë bërë një jetesë të mirë dhe krijon prona, krijon punë, the tash, u bën dhe bile udhërfys për të tjerë se si punosh, se si jetosh, se ne mësojmë me punë. Po kjo ndodhi fill mbas ardhjes komunizmit. A e dini ju se sa pleq tonë janë arrestuar këtu dhe dërgoheshin në Serbi? Gjoja për të dhënë llogari atje duke mos pas asnjë lloj marrëveshje ekstradimi me Serbinë. Po e dini ju, gjëja më interesante është masakra të tjera që janë bërë, po e fundit fare masakrën e Tivarit. Urdhot se kam edhe një foto këtu të lidhur kam me duart. Kanë qenë bashkëpunim komplet komunizmi shqiptar me komunizmin serb. Edhe njëkohësisht përsekutoheshin si atje dhe këto familje nacionaliste. Për mos t'i numëruar, ka pas shumë njerëz që janë arrestuar këtu, në kohë që i thoshin Koçizozit, e janë dërguar atje, janë pushkatuar, janë arrestuar, kanë bërë burgime shumë gjata. Ishin vite 44-45, pas çlirimit të Shqipërisë nga pushtuesit, kur komunistët do të